E gjitha fillon me një gëdhën që kemi dëgjuar, e cila zmadhohet, derisa ngec. Dhe pyesim duke bërë një hap mbrapa. A është e vërtet? Ne do ju ndihmojmë ta ndajmë. A është mit apo fakt? Përshëndetje, unë jam Milda dhe sot do të trajtojmë një temë që ka ndezur shumë diskutime kohët e fundit. Trendi Ozempic. Ozempic po përdoret nga shumë njerëz, përfshirë edhe yje të famshëm, por a është ky ilaç një rrugë e shkurtër për humbje në peshë, apo është një mit që mund të ketë pasojë të rënda për shëndetin? Ozempic është një ilaç i miratuar për trajtimin e diabetit të tipit 2, jo për dobësim. Ky ilaç ndihmon pacientët diabetik duke rregulluar nivelet e sheqerit në gjak, si dhe duke reduktuar oreksin. Mjekët thonë se Ozempic është një injeksion që përdoret rëndom vitet e fundit në diabetologjinë botërore. Ky medikament ndikon në çliриmin e zgjatur të insulinës dhe bën të mundur që diabetikët të mbajnë sheqerin në normë. Pra, Ozempicu ndihmon në uljen e vlerave të sheqerit, duke zbrazur më ngadalë stomakun, si dhe duke çliruar më shumë insulinë, pra duke dhënë edhe atë ndjesinë e ngopjes në organizëm. Miti, Ozempic është një ilaç magjik për humbjen e peshë. Fakti, Ozempic nuk bën magjin për humbjen e peshë. Medikamenti mund të ndihmojë njerëzit të humbin peshë, por rezultatet ndryshojnë nga një individ në tjetrin dhe duhet të kombinohet me ndryshime në stilin e jetesës, si dieta, ushtrime, në mënyrë që të kemi rezultate më të mira. Gjithashtu Ozempic ndihmon në reduktimin e oreksit dhe marrjen e ushqimit, por nuk është një zëvendësim për zakonet e shëndetshme të jetesës. Ka shumë efekte anësore që mund të shfaqen nëse përdorni Ozempic si medikament për humbjen në peshë. Disa nga problemet janë probleme gastrointestinale, dhimbje koke, përgjumje, refluks. Këto efekte anësore më të zakonshme të Ozempic nuk kanë tendencë të jenë të rrezikshme, por ka edhe efekte anësore më serioze që rrezikojnë njerëzit. Dëmtim të veshkave, probleme me shikimin, probleme me zemrën, probleme me gëlltitin apo edhe frymarrjen, temperaturë, probleme me lëkurën, rrezik nga tumoret apo edhe mendime vetvrasëse. Rreth 3 vite më parë, në faqen e saj të Instagramit, Kim Kardashian tregonte rënjën drastike në peshë, duke alarmuar ndjekësit, të cilët e akuzuan 44 vjeçaren se po përdorte Ozempic. Influencerja me rreth 360 milion ndjekës në Instagram u shfaq gjatë Met Gala 2022 dukshëm më me pak kile, teksa më pas, në çdo dalje publike shfaqej edhe më e dobët. Mirpo, pavarësisht akuzave të ndjekësve për përdorimin e Ozempic, familja Kardashian i hidhte poshtë të pretendime, por buja e këtij medikamenti si preparat për dobësim tashmë kishte pushtuar faqet e mediave të huaja dhe jo vetëm. Megjithatë, janë me dhjetra personazhe të tjerë të njohur që folën hapur për trendin e rënjes në peshë nga Ozempic, duke shndruar ilaçin në trendin e momentit. Mes tyre edhe shefi i Teslas, Elon Musk. Në dhjetor të vitit 2024, Elon Musk postoi një foto të tij veshur si babagjysh, duke shkruar "Babagjyshi Ozempic". Por cilat janë efektet dhe pasojat shëndetësore të këtij bari? Na e tregojnë mjekët specialist. Ozempic është një injeksion, pra është një mjekim që përdoret rëndomt vitet e fundit në diabetologjinë botërore. Por me fjalë të thjeshta, ai është një medikament i cili ndihmon çlirimin e zgjatur të insulinës dhe e bën më të mundur të diabetikët le të them mbajtjen e sheqerit në normë, pra ndihmon në uljen e vlerave të sheqerit duke zbrazur më ngadalë stomakun, duke çliruar më shumë insulin dhe duke dhënë ndoshta edhe një lloj kënaqësie ushqimore, pra ndjesinë e ngopjes në organizëm. Është vënë re që gjatë trajtimit të diabetit, smurët diabetik kanë patur dhe reduktime të peshës trupore. Dhe kjo ka bërë ndoshta që një pjesë e mirë e njerëzve që nuk janë diabetik, kryesisht moshat e reja, po dhe moshat e mesme, po pse jo dhe mosha më të mëdha, kanë tentuar të shkojnë nëpër markete dhe ta përdorin barin, ndoshta edhe pa instruksionet e mjekut për të dobësuar. Pra, është e vërtetë që bari dobëson dhe e ul peshën trupore. Personat që duhen të dobësohen nuk duhet normalisht që të shpresojnë që zgjidhjen do ta kenë nga ky bar. Sepse nëse në një pyetje të thjeshtë, pra a ul peshë ky bar, pra ne thamë që ky e redukton peshën. Por nëse do ishte kaq e thjeshtë, atëherë bën që mjafton t'u shpjegoj popullit thjesht që të lexojnë vetëm letrën shoqëruese të barit paracetamol. Të gjithë e dimë që paracetamoli përdoret gjithësisht, masivisht apo jo. Dhe janë me mira efekte anësore të atij bari. Imagjinoni ju tani për një bar siç është Ozempicu, që nuk ka të bëjë thjesht me emrin farmakologjik,
po është një bar që i përket një kategorie të re barnash, klasash. Është një bar me efekte të jashtëzakonshme në organizëm, ndoshta të pastudiuara mirë. Është një bar që është përdorur pak të diabetikët, por nuk është që ka shumë vite në treg, sepse së rregull një medikament që të marrë të certifikatën e konfidencës besueshmërisë duhet të kalojë minimalisht 10 vjet përdorim dhe tagrin për të dhënë, le të themi, sigurinë e barit e kanë vetëm trupa e specializuar mjekësore, e cila bën ja 30 vite akademike për të specializuar në këtë fushë. Ndaj ky bar praktikisht nuk duhet përdorur fare për të dobësuar. Sigurisht që ne flasim si specialist, sepse nëse individi e merr përsipër rrezikun vet, por praktikisht si mjek, pra unë jam kategorikisht kundër. Rreziku i këtij bari është për efektet afatgjatë që ai ka mbi organizmin. Pra, ka të dhëna në studimet në kafshë që ky bar jep kancer. Pra, ky bar shkakton tumore të gjendës tiroide dhe dyshohet për që mund të jap kancer në nivele të ndryshme të organizmit. Ky bar mund të shkaktojë dëmtime të menjëhershme të veshkave, të funksionit renal dhe të smurit shkon për të humbur 5 kg, 10 kg dhe përfundon në dializë. Pra sigurisht që janë efekte jashtëzakonisht të rënda. Efektet kardiovaskulare, pra efektet mbi zemrën, efektet thuajse në tërësinë e organeve, pra nuk le organ pa dhënë një element negativ, sidomos në përdorimin afatgjatë të këtij bari. Nëse i smuri është shumë obez, pra dhe nuk ka shanse që të trajtohet me produkte të tjera, pra në botë, me sa kam informacionin, disa nga shtetet botërore, kjo e ka marrë të drejtën aprovimin pra të përdorimit për pjesën e mbipeshës. Por nuk bëhet fjalë për persona që janë mbipeshë, bëhet fjalë për obezitet dhe ne ndajmë obezitetin grade lehtë, grade mesme dhe grade rënd. Pra bëhet fjalë për atë që ne e quajmë obezitet morbid apo obezitet smundje, le të themi me pasojë fatale për organizmin. Te këto sigurisht që ka një lloj logjike le të them përdorimi, pra nëse është BMI-ja 45 e lartë, që quhet body mass index, mundemi që ta përdorem tek këto çmuar. Bari me sa di unë kushton goxha, pra nuk di të them eksaktësisht, por kushton goxha. Personi që e përdorin këtë bar për dobësim duhet ta dinë që në momentin që do e ndërpresin këtë bar, do ta rimarrin peshën që kanë patur. Pra, praktikisht do të hyjë në një lloj llogarie për ta përdorur gjithë jetën këtë bar. A mundemi ne të mendojmë që ky personi do ta zgjidhë për 3 sekonda, apo për 3 ditë, apo për 3 javë këtë mbi peshë? Për të bërë një krahasim banal. Nëse një vend apo një familje apo një individ është në varfëri totale, ku diu, nga 1 brez, 2 breza apo 10 breza, po marrin 30 vjet peshën që ta. A mendoni ju që mund të ketë në rrugë që ky person të pasurohet për 1 ditë, për 3 ditë? Është një krahasim banal, por është për të kuptuar logjikën se sa e vështirë është ti të ndërhysh normalisht për të zgjidhur një problematikë kaq të madhe. Ajo që më shqetëson është kultura shëndetësore. Kultura shëndetësore lën shumë për të dëshiruar në nivelet fatkeqësisht në Shqipëri dhe në Ballkan, ndoshta jemi në limitet minimale, le të themi, në ato shtresa më të ulta të nivelit kulturor shëndetësor. Është një popullat që ka tendencë të ndjeki lloj marrëzishme për TikTok, për rrjetet sociale, gjëra, dhe nuk merr mundimin të lexoj 5 gjëra se si mund të jetojë shëndetshëm, sepse shumica e këtyre që kërkojnë ndihmë nga ky bari magjik janë persona që nuk kanë ditur të bëjnë një jetë normale. Pra janë persona që nuk kanë bërë aktivitet fizik, janë persona që nuk janë kujdesur për shëndetin e tyre. Janë persona që hanë më shumë se sa që konsumojnë. Edhe sigurisht mbi pesha nga njëra ditë tjetra, nga njëri javë apo vite tjetra, kthehet pastaj në një lloj ngërçe, një lloj problematike. Ndaj në rastin konkret, pra orientimi im është që jeta më thonë se është si punë e pasqyrës, pra atë çfarë ti do bësh me trupin tënd, atë do të kthejmë pas dhe natyra dhe pjesa e huaj. Ndaj le të jenë të bëjnë një jetë sa më normale, të ushqen shëndetshëm, larg produkteve të gatshme, larg OMG-ve, larg gjërave jo të stinës, dhe të bëjnë një jetë sa më aktive. Ecja, lëvizja është medikamenti më i mirë, ka thënë Hipokrati. Prandaj po të bëj 1 orë 2 në ditë ecje dhe aktivitet, asnjë problem s'ka. Ky ishte episodi i parë i Mit apo Fakt që ka nisur në kanalin e YouTube të Faktoj Epikal. Shpresojmë të keni mësuar diçka të re dhe që ky informacion të ketë qenë i dobishëm për ju. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube për të mos humbur asnjë video të re dhe për të qëndruar të informuar me më shumë tema interesante. Nëse keni sugjerime për temat e ardhshme të serisë Fakt apo Mit, na shkruani në komentet më poshtë. Ne duam të dëgjojmë mendimet tuaja. Faleminderit që ishit me ne në këtë episod dhe shihemi në serinë e radhës. Mirupafshim. E gjitha fillon me një gëdhën që kemi dëgjuar, e cila zmadhohet, derisa ngec. Dhe pyesim duke bërë një hap mbrapa.
A është e vërtet? Ne do ju ndihmojmë ta ndajmë. A është mit apo fakt?